prishet koalicioni jashtëm. Dhe këtu duhet të arrihet një konsensus i plot. E dyta çështja mendoj unë që është kogjo e rëndësishme, sidomos to ditëve të fundit që po i shohim pasojat, është çështja e energjisë, e termocentralit të ardhshëm, sepse edhe këtu ka qëndrime të ndryshme mes LDK-s edhe vetëvendosës. Përderisa LDK-ja e ka mbështetur krijimin e centrali me ato që ne e njohim në gjuhën, në zhargonin e përditshëm politik me gazin amerikan, VV-ja ka refuzuar një projekt të tillë, kështu që edhe këtu do të ketë një pajtueshmëri sepse e kemi parë edhe këtë ditë fundit se energjia nuk është thjesht veç drita energji, është i gjithë sektori ekonomik, sidomos ai prodhimit që efektohet nga ky problem. Dhe e gjithë ekonomia dhe financa në përgjithësi mendoj se duhet të jenë të drejtuara nga LDK-ja. Dhe çështja tjetër po ashtu e rëndësishme është reforma në drejtësi. Mënyra që ka fillu VV-ja me i bë ato reforma, edhe nëse ka pas qëllimin më të mirë të mundshëm, mënyra që ka fillu me i bë kanë prodhu efekte negative. Raportet gati armiqësore me sektorin e drejtësisë në përgjithësi nuk i kanë shërby përmirësimit të sektorit të drejtësisë, përkundrazi, veç sa mendoj që kanë ngecë reforma dhe këtu duhet ketë një pajtueshmëri që reformat në drejtësi të bënë siç duhen. Dhe ndoshta mos të si LDK-ja në këto 3 pika që ju sapo i përmendet është më mirë se vetëvendosja. Unë mendoj se është më mirë edhe për shkak të përvojës, po edhe për shkak të ideologjisë. VV-ja s'ka pas përvojën e qeverisë, prandaj këto 4 vitet e fundit kanë qenë katastrofë në mënyrën e qeverisë. Për shkak se i ka mungu dija dhe përvoja, të dyja bashkë, sepse ti mund ta kesh dijen që teorikisht e ke mësuar, po të mungon përvoja me zbatu atë dije. Por për fat të keq, në shumë raste i kanë munguar të dyjat lëvizjet vendose, përderisa mund të themi se brenda LDK-s, sidomos për këto fusha, sidomos për ekonomi, por mendoj edhe në drejtësi ka shumë ma shumë njohuri, pra dije, por edhe përvojë dhe do t'i bënte më mirë. Megjithatë, për Kosovën, mendoj që zgjidhja më e mirë në situatën çfarë jemi tani, duke parë edhe çfarë po ndodh rreth nesh, por në botën e përgjithësi me ndryshimet e fundit gjeopolitike, do t'ishte më e mira të kishim një qeveri gjithëpërfshirëse kalimtare, do më thotë të përkohshme, të paktën për një vit, derisa të vjereni me zgjedh presidentin, sepse edhe aty prapë do të kemi përplasje, do të kemi një krizë re, dhe kjo qeveri e cila do ta kishte edhe të paktën edhe PDK-n, po pse jo edhe AK-n e nismen, po ashtu do të merrej vesh për këto 3 çështje, por sidomos për çështjen e marrëveshjes. Askush nuk po e përmend tani, ne e dim se as gjatë fushatës nuk e ka përmend askush, por momentin që krijohet qeveria re, gjithmonë bëhet çështja kryesore. Pra këtu duhet ketë një pajtueshmëri, një konsensus në gjithë spektrin, po tham spektrin politik madje, jo vetëm brenda partive, por të paktën brenda partive, se si do duket marrëveshja e ardhshme, duke pas parasysh po ashtu edhe qëndrimin e administratës së re të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilin ne nuk e dim saktësisht se cili është, me cilin do të përballemi herdo kurdo. Hodaj, sa është i mundshëm për juve një koalicion vetëvendosje LDK dhe a do të ishte i duhur? Po mendoj që është shumë normale çfarë do koalicioni, qoftë vetëvendosje LDK, qoftë vetëvendosje PDK, ose vetëvendosje me një parti tjetër politike shqiptare. Ne kemi pas koalicione të natyrave ndryshme, të spektrit politike të ndryshëm, dhe mendoj që Kosova ka mjaftueshëm pushtet për 2 parti politike ose 3 parti politike që të krijojnë koalicion. Mendoj që përshkauen në favor të koalicionit, sepse kemi parë në të kaluarën që partitë politike si të vetme nuk kanë pas nështë edhe kuadrë të mjaftueshëm për të shtyrë të gjitha proceset përpara, se ka shumë sfida Kosova. E përmenim drejtësi, sport, teknologji, infrastrukturë, marrëdhënie ndërkombëtare, kështu me radhë. Kemi pas sfida si më herët si tani, apo kemi pas kritikat në disa domene të caktuar, dhe mendoj që kombinimi i 2 partive të mëdha politike, qoftë ajo PDK-LDK, vetëvendosje LDK apo PDK-LDK apo vetëvendosje PDK, do t'i kontribonte një gjë të tillë që t'i shtyjë përpara, por pajtona plotësisht që këta parimisht duhet të akordohen për
çështjet e caktuara, duhet për temat e caktuara, sepse dihet çka presin Kosovën, përveç përditshmërisë apo tema aktuale.